Se çka kujton ti se kam frikë nga njeriu në botën? Mund të themi me plot gojën që është njeriu që nuk ka frikë askënd dhe asgjë. Gjithmonë me ligjin dhe vetëm ligjin ka frikë. As ligjin nuk e kam frikë se kam shok ligjin unë. Po pra, ecën gjithmonë me ligjin dhe Sepse kundër unë gjithë nuk i atyre që ndajm përdorin ligjin. ligjin në interesat e tyre. Po. Kënë që na ke munguar realisht. Faleminderit, po ti e di arsyeën e mungesës. Unë ta thash që në momentin që do kemi provat në dorë, do flasim. Kështu thot gjithmonë dhe realisht këtë kohë është shumë e justifikueshme për shkak se dje ka qenë në seanca gjyqësore. Jo, seanca ka qenë në datën 11, po materialet unë i kam marrë dje, praktikisht. Domethënë kam marrë dhe vendimin edhe audio regjistrimin. Po, audio regjistrimi është audio që të ka nisur ata apo e ke regjistruar vetë? Jo, është regjistrimi i gjykatës. Regjistrimi i gjykatës. Si mund ta Jo, se kamë nga këto që bën. Po se ekziston fare. Si bën ky që jemi po jo, çon këto, ky është regjistrimi i gjykatës, është regjistrim audio brenda të gjitha nga vetë fjalët e personave të pranishëm, domethënë unë, gjyqtarja Migena Laska dhe prokurore Mirela Zavalani, kuptohet që jemi në një sallë gjyqësore dhe po zhvillohet një seancë gjyqësore. Një seancë që themi rreth gjysmore. Gjysmore, 29 minuta, 28.59. A është e lejueshme që të jemi transparentë dhe korrekt edhe me ligjin si gjithmonë, siç e ti, që ne ta publikojmë të seancën? Po sigurisht. Gjithë të dëgjesin që Atëre ju duhet kuptoni një gjë. Jo vetëm që kjo është plotësisht e ligjshme, se ndryshe ata s'ma jepnin mua. Jo, por ta bëj publike për tjerë, se ndoshta ta jep Jo, përdesa e marr unë, do të thotë që unë kam të drejtë bëj çat ndoj qefi. Ose ndryshe ata duhet të çojnë një urdhër që ti e ke këtë, por nuk ke të drejtë ta bësh publike. E thon troça. Pra është e lejueshme, ne do ta transmetojmë, do ta kemi në kanalin PIS bashkangjitur edhe me këtë. Atëre seanca ka qenë datës 11, ora 12:30, por është zhvilluar një çerekore 20 minuta më vonë. Dhe e thotë edhe vetë gjyqtari aty që kemi domethënë për arsye se seancat e tjera kanë qenë çik më të ngarkuara, e kemi, domethënë nuk është zhvilluar fiks në orën 12:30, po më vonë. Dhe si të thash, jo vetëm që unë kam të drejtën që ta bëj publike, por ju duhet të dini një gjë, dhe do t'ja u them për të 1 milion të nerë, të gjithë atyre idiotëve që nuk e kuptojnë që Shqipëria është në fazën e fashizmit. E kuptoni? Dhe t'ja u them pse. Ligji dhe kushtetuta që mbrojnë njeriun e mbrojnë si qenie shoqërore. Mbaj mend. Shteti është garant për mbrojtjen e njeriut. Dhe shteti ka përfaqësuesit e vet, të cilët janë ligjvënësit, dhe ligjvënësit kanë thënë, dëgjoj mirë, seanca gjyqësore është publike. Publike. Nëse nuk është publike, nuk quhet. Është e paligjshme. Domethënë, shteti shqiptar me lloj-lloj marifetesh ka mbyllur gjykatën dhe seancat nuk janë me publike. Domethënë, prokurore, gjyqtar bëjnë çaju do kokë i qefit. Dëgjove mirë? Domethënë, nuk ka asnjë gjë në kodin penal apo në kodin e procedurës penale ku të thuhet që në gjykat nuk mund të futet njeri me telefon apo me kompjuter. S'ka asnjë gjë. Bile në të gjitha seancat gjyqësore njerëzit duhet të shkojnë me një telefon në dorë ku të marrin dhe të filmojnë gjykatësin, prokurorin, të dënuarin, të dënueshmin e tjera. Të dëmtuarin apo këtë tjetër. Domethënë mbyllja e seancës bëhet në mënyrë të qëllimshme për të manipuluar në favor të X-it apo Y-it. Është një formë e pastër korrupsioni. Seancën gjyqësore për shqyrtimin e kërkesës penale me numër 300 akti, datë 17/2/2024 regjistrimi. Gjykata verifikon prezencën e palëve. Fillojmë pak minuta me vonesë, vetëm si shkak i të zgjatjes së seancave gjyqësore, të cilat janë zhvilluar deri në këtë moment në mënyrë të pandërprerë nga gjyqtarja Migena Laska. Të pranishëm në seancë është personalisht kërkuesi Angel Luka. Ju lutem një kartë identiteti dhe gjykata merr të dhënat tuaja personale. Identifikoheni me kartën tuaj personale të identitetit. Ju lutem i biri i seancash audio, regjistrohet gjithçka që ne themi, kështu që mjafton të afroni te mikrofoni dhe gjithçka që ju thoni është e regjistruar. Po. I biri i Pajo. Nëna juaj? Rufeli. Okej. Datëlindja juaj?
12 tetor 1959. Okej. Ku keni lindur dhe një adres ku ju banoni aktualisht? Kam lindur në Koç, rezident zyrtarisht jam në Berat, por për mungesë të kushteve atje, domethënë ma kanë gravitur dhe shtëpinë atje. Jetoj në një banesë që ma ka dhënë për përdorim i vlla, në afërsi të teleferikut. Okej, te zona e Freskut, rruga Fadil Deliu, ëh? Rruga Fadil Deliu. Okej, në Tiranë. Në Tiranë. Okej. Po. Arsimi juaj, ju lutem? I lartë. Aktualisht nëse merreni? Nëse. Domethënë, hyje dalin prokurori, jam me shërbim atje. 15 vjet shërbim. Jeni në periudhë pensioni apo jeni thjesht i papunë? Unë jam thjesht i papunë. I papunë. Por ndërkohë, unë i ka shërbyer shtetit më shumë se kushdo tjetër nëse bëhet fjalë për një person privatisht. Okej. Shtetësi dhe Kombësi Shqiptare, jeni martuar, keni fëmijë? I divorcuar që për vitit 1990. I divorcuar? Po fëmijë keni? Fëmijët kanë jetuar për një kohë gjatë në nënën e tyre. Keni domethënë fëmijë? Kam 2 fëmijë që nuk më frekuentojnë. E qartë. Për shkak të gjendjes jashtëzakonisht të rëndë të krijuar nga autoritetet ligjvatuese të shtetit shqiptar. Mirë. Atëherë e pranishme është prokuroria Mirela Zavalani Çano. Shpallë trupi gjykues, gjyqtarja bazuar në shortin elektronik të kryer pranë kësaj gjykate, është caktuar gjyqtare Migena Laska, asistojmë nga sekretari Rei Peçi. Nëse palët kanë ndonjë kundërshtim me trupin gjykues, mund ta shprehin në këtë moment procedurial, është drejtë e tyre. Jeni dakord me gjykatën? Okej, prokurore, dakord. Atëherë deklaroj të hapur diskutimin, e dëgjoj kërkuesin, kërkesa është e paraqitur faktikisht, gjykata i ka dërguar një kopje për transparencë edhe prokurores, sikurse ju e keni vënë në dispozicion të kësaj gjykate. Është kërkuar, gjykata relaton që për procedurë është kërkuar zyrtarisht pranë zyrës arkivës dosja penale të cilës ju i referoheni në kërkesën tuaj. Dhe na është bërë me dije që kjo ndosje aktualisht ndodhet ende pranë gjykatës së apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm Tiranë, gjithmonë referuar të dhënave që ju na keni vënë dispozicion në kërkesën tuaj, sepse këto janë të dhënat që kjo gjykatë disponon. Kjo është situata, kështu që unë ju jap fjalën, do t'ju lutesha në mënyrë sa më të përmbledhur dhe të qartë të më prezantoni kërkesën tuaj, çfarë i kërkoni kësaj gjykate. Çfarë doni t'i thoni kësaj gjykate lidhur me këtë kërkesë që keni sjellë për gjykim? Po. Për Tiranë pak më shkurt, përse aty është qartë. Po, prandaj. Bëhet fjalë për parat që janë gjetur në apartamentin e zonës Sarda Klosi, e cila në korrigurimin e saj, domethënë ka qenë edhe shefi kabineti e ish ministrit dhe ish zënës ministrit Arben Ahmet. Në kohën që ka ndodhur ngjarja, zoti Arben Ahmet ka qenë këtu. Ngjarja ka filluar domethënë e timit mos gaboj në janar të 2023 dhe në atë kohë me të marrë vesh unë se kush po bënte hetimet, unë e njoh pjesën më të madhe të prokurorëve të Tiranës, ashtu si dhe ata më njohin mua nga afër, domethënë jo se nuk është se më kanë parë një herë në vit, më shikojnë për ditë. Dhe kam pyetur vetë prokurorën e çështjes, zonjën Zavalani, e cila më ka thënë që hetimet po bëhen në komisariatin nr. 2 nga Jeton Marku, oficeri policisë gjyqësore. Unë kam shkuar, kam marrë kontakt me Jeton Markun, i jam drejtuar pastaj me letër për të qenë brenda çdo rregulli. Letra është e datës 19, nuk e di nëse i disponon gjykata këto, të gjitha këto. Unë disponoj çfarë ju keni vënë dispozicion. Atëherë, asgjë tjetër. Në pjesën ku unë i kam vënë gjykatës kërkesën për kthim sendi, nuk kam bërë me dije të gjitha aktet e tjera, pasi e rëndësishme ka qenë fakti që unë jam drejtuar disa herë, 3 herë të paktën, prokurorisë me kërkesën për kthim sendi, duke filluar në datën 27 shtator për herë të parë, në datën 12 shtator për herë të dytë dhe në datën 17 shtator për herë të tretë, por prokuroria kishte dhënë porosi në sekretari që këtë kërkesë mos e pranoni sepse ne kemi quar dosjen e gjykatë. Ndërkohë prokuroria e dinte shumë mirë që unë kishte kërkuar sendin, e dinte të gjitha kërkesat dhe të gjitha shpjegimet që unë kisha dhënë policisë, ka pasur shkresa në datën 7
datën 25 maj, ku I kam kërkuar që të më vendosni për hetimet për atë pjesë që më takonte mua, jo për pjesën tjetër të hetimit. Në datën 17 korrik, prokuroria ka ardhur në gjykatë, në pranin të trupit gjykues Sokol Pasha në mos gaboj, dhe aty ka deklaruar, pasi zonja Ada Klosi ka kërkuar zbutje të masës sigurimit, dhe në dijenin time nga mediat, ka marrë vesh që prokuroria ka pretenduar se nuk ka pretendent për parat, do të thënë për 400 apo 520.000 euro që janë gjetur në pallatin në banesën e zonjës Ada Klosi apo të zonjës Dobi. Me të marrë vesh këtë gjë, unë kam dhirë vetëm në vërtet shumë keq, dhe janë drejtuar pastaj me shkresë zyrtarisht prokurorisë që parat të depozitohen në llogarinë time bankare dhe të qëndrojnë aty në pritje derisa të mbarojë detektimi. Pastaj zonja ka pretenduar që kanë kërkuar ekspertizë për parat dhe kështu në datën 12 kur e kanë kërkuar përsëri, në datën 17 përsëri kur e kanë kërkuar në datën 17, prokuroria më ka thënë që ne tani e kemi lënë në dorë të gjykatës. Domethënë, gjatë gjithë kohës, gjatë 9 muajve zonja më ka gënjur. Thjesht fare. Se që kam thënë oficerët e policisë gjyqësore, unë s'mund ta di, nuk kam djeni për asnjë akte. E kam pyetur jeton Marku disa herë, kam marrë në telefon, I kam gjitha këto këtu, do t'ja vëmë në dispozicion gjykatës. Dhe zotëria më ka thënë që gjithçka që ti na ke shpjeguar, ne ja kemi referuar prokurorisë. Gjithçka. Bashkë me zotin jeton Marku, domethënë oficeri I policisë gjyqësore, ka qenë dhe një tjetër që ka asistuar, emrin e cilit nuk ja di, po unë njoh shumë mirë fytyrën e tij. Është shumë domethënës ky fakt. Pasi dosja ka ardhur në gjykatë, janë drejtuar gjykatës në të gjitha aktet. Ka marrë vesh kush ka qenë gjyqtarja dhe ka qenë Enkeleda Dalipi, e nderuara. Ka marrë këtu kam kërkuar dosjen për të siguruar se që prokuroria përsëri në kabinetin ka thënë që gjitha aktet I kanë çuar gjykatës. Por kur ka marrë këtu, sekretarja e gjyqtarës më ka thënë që këtu emri nuk ekziston, s'ka asgjë tjetër. I ndinjuar përsëri, kam plotësuar dosjen dhe ja kam çuar të gjitha aktet përsëri gjyqtarës. Enkeleda Dalipi. Tani, do të ndajmë një sekond në të fakt se shumë I rëndësishëm. Zonja Enkeleda Dalipi, më falni, e nderuara gjyqtare Enkeleda Dalipi, nuk më ka thënë. Megjithëse I ka bërë kërkesë edhe për takim. Nuk kam marrë asnjë nga aktet e mia dhe rezulton që unë kam qenë përsëri I përjashtuar në këtë proces. Po të mos mjaftojmë me kaq. Se pasi kam marrë vendimin e gjykimit në Femer në datën 19 mars, apo jo, në datën 19 mars, në datën 3 prill, zonja Enkeleda Dalipi, më falni, e nderuara gjyqtare Enkeleda Dalipi është shortuar përsëri në një tjetër proces gjyqësor, ku prokuror ka qenë Leonard Filopati. Është shumë domethënëse. Leonard Filopati, sot e kësaj dite, mban në dorë hetimin e gjykimin, vendimin e formës PRE numër 611 të datës 23/2024, që ka lënë në fuqi vendimin numër 1194 të vitit 2022, të datës 14 qershor 2022, dhe bëhet fjalë për një procedim gjyqësor, procedim penal të urdhëruar nga gjykata në formën e PRE, numër 3271 të vitit 2022. Çfarë ka bërë Leonard Filopati, prokurori I nderuar, kolegu I zonjës? Leonard Filopati sot e kësaj dite nuk është zbardhë vendimin. Nuk bën asnjë veprim, po përveç kësaj ka urdhëruar shfuqizimin e vendimit të formës PRE, e pa imagjinueshme. Dhe për të arritur këtë qëllim, zotëria çka ka bërë? Në procesin e mëparshëm që ka pasur për një dëm financiar të ndërmjet 50.000 euro, zotëria ka marrë asistencë nga pikërisht gjyqtare Enkeleda Dalipi. Do të thënë gjyqtare Enkeleda Dalipi ka qenë 3 herë pjesë e procesit. 3 herë rrisht, zonja e shortuar, nuk e di se si shortohen 3 herë rrisht një gjyqtar. Dhe të njëjtit prokuror, 4 herë e shortuar njëra pas tjetrës prokurore Sonila Muhametaj.
Dhe Sonira në momentin e shpërgjese për $5.000 nga ku ka filluar ky proces. Ky proces është vjedhja $5.000 e dhjetor 2019, janar 2020, ku oficeri i policisë gjyqësore është Shpëtim Karakushi, pasi ka bërë ekspertizën, ka parë që parat në transferta ka qenë aty, në kompaninë Western Union, i ka kërkuar shefës prokurorisë, për të dërguar një kërkesë për marrje informacioni se unë gjasme se kam në rregull nga trupi. Dhe për të arritur këtij qëllimi Shpëtim Karakushi, ka shpikur që unë pas kam kryer dhunë në familje, unë kam 25 vjet jetoj vetëm fare. Në më dhe, jo vetëm që nuk e kam kryer veprën penale, po s'kam pasur asnjë mundësi që ta kryej këtë veprë penale. Dhe për të qenë më të sigurt me këtë, unë kam bërë një padi penale direkte kundër zotit Shpëtim Karakushi, në bazë të lenin 59 kodit procedurës penale, për shpifje në 120 kodit penale. Shpëtim Karakushi, bashkë me psikologun, Erion Cenko, kanë ardhur këtu në gjykat në datën 28 maj 2024 dhe kanë pranuar fatin të dy. Kanë pranuar edhe pagesën e gjobës, por sot e kësaj dite nuk ka paguar gjobën. Dhe prandaj kanë marrë një tjetër padi penale, kazim penal nga ana ime, për mashtrim kësaj radhe. I gjithë ky kompleks ngjarjesh është mban brenda përgjegjësinë e prokurorëve që kemi këtu prezent, zonjës Mirela Zavalani. Mirela Çano Zavalani. Zonja duhet i thotë gjykatës përse më ka përjashtuar mua dhe përse në asnjë rast ajo të paktën nuk e shprehur që ti nuk je pjesë e këtij procesi. Ndoshta prokuroria e ka të drejtën në bazë të konkluzioneve të saj, në bazë të fakteve që ka parabosh, që të thotë ti je palë ose nuk je palë. Po zonja asnjë nuk ka thënë që nuk je palë. Gjykata e shkallës parë asnjëherë nuk ka thënë që nuk je palë. Gjykata e shkallës dytë, do të thënë apeli, nuk ka thënë që nuk je palë. Ka marrë një dosje 54 faqe. Asnjëherë për tyre nuk ka thënë që nuk je palë. Çdo të thotë kjo. Kjo shkelje shumë e rëndë të drejtave të njerëzit është praktikisht asgjësim i të drejtave të njerëzit. Këta njerëz kanë 15 vjet që më marrin penë. Ai vendimi i formës prerë në bankë brenda jo më pak se $50 milion vjedhur nga 5 bankierë më të mëdhenj të Shqipërisë. Dhe sa për jemi, oficeri i policisë gjyqësore që ka asistuar takimin tonë në komisariatin nr. 2, pra me jeton Markun, është shok i ngushtë, rrit ditë natë me të njëjtin oficer të policisë gjyqësore që tashmë ka hetimin për vendimin e formës prerë. Dhe quhet Marlin Glika, ka 5 muaj në dosje në dorë dhe nuk bërë asnjë veprim, sepse kështu i thotë prokurori. I ka çuar dosjen, po i ka thënë edhe mos e bëj. Okej. Tani, unë ju dëgjova. Ta dëgjojmë dhe prokuroren në qëndrimin e saj lidhur me sa ju pretendoni? Okej. Shumë faleminderit. Atëherë qëndrimi prokurorit lidhur me kërkesën objekt gjykimi. Vetëm të lutem të qëndrojmë tek objekti që i kërkohet gjykatës në këtë proces. Po, atëherë objekti faleminderit. Timi i vlerës prej 400.000 euro. Që Ky është objekti. Kërkon që t'i kthehen atij duke pretenduar se i përkasin atij. Po. Ndërkohë do t'i bëjmë dije gjykatës se kjo shumë 400.000 euro i përket një procesi penal që ka qenë në ngarkim të pandehurës Alda Klosi dhe të pandehurve Javier Dobi dhe Rosetta Dobi. Situata dhe hetimi i kësaj çështje penale ka provuar se kjo shumë 400.000 euro i është vjedhur në banesë të pandehurës Alda Klosi nga ish sanitarja e saj e pandehura Rosetta Dobi, e cila e kishte kryer këtë vjedhje në bashkëpunim me djalin e saj, Javier Dobi. Kërkesa është sjell për gjykim. Gjykimi ka përfunduar, të tre të pandehurit janë dënuar për veprat penale për të cilat janë sjellë për gjykim. Dua t'i theksoj gjykatës se e pandehura Alda Klosi është dënuar nga kjo gjykatë, por edhe nga gjykata e apelit
ndonë se nuk është zbardhur ende vendimi, por në dijenin time gjykimi në apel është përfunduar dhe Pandeura Arda Klosi është dënuar për veprën penale të deklarimit mosdeklarimit të pasurisë në KPI që ka të bëjë me fshehjen e të ardhurave dhe pikërisht të shumës 400.000 euro, cilën ajo nuk e ka justifikuar me burime të ligjshme dhe në këto kushte është dënuar për veprën penale të parashikuar nga amendmenti 257 paragrafi 2 i Kodit Penal. Në asnjë rast kërkuesi nuk ka qenë palë në këtë gjykim as në cilësinë e kallëzuesit, të personit të tretë, personit interesuar apo ndonjë cilësi tjetër. Është vërtetuar që ju lutem, nuk lejohet që kjo shumë lekësh i përkiste të Pandeurës Arda Klosi. Shënoj pak të lutem. Pra si rezultati i procesit, po thoni, ka rezultuar kjo gjëje. Po, që kjo shumë i përkiste të Pandeurës Arda Klosi, e cila për shkak se nuk e ka justifikuar me burime të ligjshme, ka kryer një vepër penale duke mos deklaruar. Por duke qenë se nuk është vërtetuar në një vepër tjetër që të origjinonte këtë lloj shume, për shembull në një vepër penale korrupsion apo në një vepër tjetër që ishte si vepër bazë, është kërkuar pushimi për veprën penale për një nga akuzat për cilat ajo është hetuar për veprën penale pastrimi i produkteve penale. Në gjykim që pretendon kërkuesi që nuk është shprehur, gjykata dhe konkretisht gjyqtare Inkeleta Dalipi ka marrë vendim për mospranimin e kërkuesit si palë tre kanë qenë vetë e pranishme në gjykim për shkak se në bazë të gjitha dokumenteve që kishte në dosje nuk rezultonte që kërkuesi ishte palë interesuar në këtë gjykim dhe është vendosur mos legjitimimi i tij si palë në këtë proces. Dhe gjithashtu dua t'i bëjmë dije gjykatës se përveç procedimit penal nga ana e prokurorisë në gjykim është sjell edhe një procedim pasuror me objekt konfiskimit e pasurive të shtetases Arda Klosi. Jeni po ju prokurore? Po, unë prokurore dhe është pikërisht e njëjta aktualisht në gjykim? Prej 400.000 euro që është kërkuar që të konfiskohet, duke qenë se është shumë pa justifikuar dhe e krijuar në burime të pagë. Konfiskohet për llogari shtetit shqiptar. I kaloi shtetit shqiptar. Në këto kushte kërkuesi nuk ka as të drejtë mbi këtë shumë që pretendon që i përket atij dhe që kërkon që t'i kthehet. Kërkesa është e pabazuar absolutisht në asnjë provë në ligj dhe është pa justifikuar dhe kërkoj që të rrëzohet. Faleminderit. Nderuara prokurore, më lejoni të drejtë unë. Nuk e legan në një ju në djemi mua që nuk jam parë në proces. Ka një akt shkresor që më zhvillan mua në djemi e ka dërguar gjykata vendimin ku më thuhet që Angel Luka nuk është parë në proces. Ai ka qenë vendimin ndërmjet një gjykate. Zoni, unë kam paraqitur një morim me akte. Ju sot po pretendoni dhe unë e them aftas. Okej, atëre, nëse ke diçka për të shtuar, të lutem shtoje, plotësoje dhe mi dorëzo aktet. Debate me prokuroren nuk ke nevojë të bërë se s'ka arsye. Nëse keni akte të tjera që ju dëshironi, që gjykata është abuzive, që zonja sot pas 2 vjetësh pretendon se unë nuk jam parë. Nësa zonja i ka të gjitha aktet e mia, disa shprehur dhe kërkuar se çfarë kërkoni ti depozitoni te gjykatës? Të lutem, sepse duhet të ecim, vazhdojmë. Atëre, unë kam një morim me akte. Shumë lekë, është sekuestruar në banesën e të Pandeurëve. Rozeta Dobi dhe Javier Dobi. Nuk është sekuestruar në banesën e kërkuesit. Unë do t'i them gjykatës këtu arsyen pse e kanë ngritur të pretendim, gjë që ja kanë thënë oficerët e policisë gjyqësore, dhe ata më kanë siguruar që çdo gjë ka shkuar në duart e prokurorisë, pra të prokurores. Sipas meje, gjë që e kanë verifikuar në disa raste, zotërin çfarë kanë bërë dhe kanë në rutinë këtë procedurë. Bllokojnë parat këtu, që vinë për mua, në shumë të vogla,
për të vjedhur pjesën kryesore të parave. Dhe për këtë arsye është angazhuar vetë djali drejt për drejt Arben Ahmetaj. Dhe ka vjedhur para atij shtetit. Arben Ahmetaj është shkazuar për meje në datën 8 shkurt 2018, para 7 vjetësh, në prokurorinë për krime të rënda, së bashku me Fatmir Xhafën, sepse të dy së bashku, njeri secili për hesap vet, njeri bllokonte drejtorinë e pastrimit të parave dhe tjetri bllokonte policinë për të bërë hetimet, të njëjtat hetime që kanë një vendim të formës për sot. Sot Arben Ahmetaj është me urdhër arresti. Zonja e lartë të ishte, për të mos bërë verifikimin e parave. Dhe sot më thotë mua, nuk kanë gjepur në banesën e ndonjë. Nuk e kanë pasur ndonjë hetim Arben Ahmetaj. S'ka nevojë, nuk ka nevojë se janë gjëra që... Është shkruar zonë, është shkruar. Po, dakor. Si nuk e keni pasur. Zotri, ju lutem, sepse koha ime është e kufizuar për shkak të proceseve të tjera që duhet vazhdoj. A keni diçka tjetër për të shtuar, ju lutem, që të administroj aktet? Që të administroj aktet? Po. Në radhë të parë, zonja duhet të thotë suposadë gjyqit. A ka ajo në një vendim që më të jetë referuar mua, që të thotë që Angel ti nuk je parë për këtë Prokuroria e mbaroi fjalën e saj. A keni diçka për të shtuar? Zonja po abuzon në mënyrë flagrante dhe u përveç kësaj, në gjë. Nuk ma depozitoni? Nëse dëshironi gjithmonë? Nëse dëshironi. Vetëm të lutem të ecim pak sepse më po mpresin palët e tjera, të lutem. Ecim pak? E nderuar, ne mund ta vështryjmë. Jo, se s'ka nevojë. Nëse ke për të mi dorëzuar, mi dorëzo. Po, do të dorëzoj. Po, mi jep të lutem. Do të dëgjoj çik mirë se çfarë ta bëj fjalë. Po. Ky është një informacion që jepet policisë së shtetit. Po, faleminderit. Dhe prokuroria e ka marrë prokuroria. Është kërkuar disa herë që prokuroria të marrë një email drejtuar prokurorisë Tiranës. Kaq. Në 2 faqe. Tjetër zotri? Kërkesë për të marrë informacion nga prokuroria. Kërkesë me shkrim informacion për prokuroria. Pretendim se do të vleve 30.000 euro nga policia e shtetit që nuk e kanë. Kërkesa drejtuar prokurorisë për informacion. Tjetër? Gjitha aktet që policia e shtetit e nxitur nga prokuroria nuk pranon të paguajë. Dhe këto janë shërbimet mia që janë shtetit shqiptar. Dhe këta më vjen me shqerë mua. Këta më ndalojnë të futem në prokurori. Më ndalojnë të marr kontakt me prokurorët e me oficerët e policisë gjyqësore. Edhe akti tjetër, këtu nuk falin se kjo është originali smundjeve, ja? Okej. Po është njësoj që pa problem. Okej. Mirë atër, këto janë aktet, apo jo? Jo. Si të nga në do të janë aktet? Janë një morina. Kjo është një gjithë tosja. Që ku Erion Cenko dhe Shpëtim Karakushi, që janë fillesa e kësaj hajdutërie për 5 milione $500. Gjithë shuma, ato 400.000 janë vetëm një pjesë e shumës që kanë grabitur së bashku me bankën Western Union. Dhe të ty kanë pranuar fajin, s'kemi mbaruar. Këto janë aktet që janë dhënë gjykatës apelit. Dhe gjykata e apelit nuk pranon të japin aktet. Unë e kam kallëzuar penalisht. Okej, kallëzim penal, mban datën 31/1/2025. Depozitohet nga zotria dhe administrohet nga gjykata në fascikull. Kërkesë edhe për takim. Po. Kërkesë për takim. Është bërë 2 herë dosja. Drejtuar gjyqtares në datën 25/10/2023. Shënohet lutem. Atëre, sa po vjeni administrohen në fascikull. në dosjen kundër Shpëtim Karakushi, që është hajduti kryesori kësaj ngjarje, që zonja prandaj nuk do që të hapet procesi. Sepse nuk do që të hetoj prokurore Sonina Muhamedaj, oficerin e policisë gjyqësore Shpëtim Karakushi, psikologun Erion Cenko dhe gjyqtarin Ahmet Metalia. Këto duhet zgjohen të tërë. Okej. Dhe sot më thotë mua që në presim në vendim. Asnjëherë zonja nuk ka thirrur mua. Asnjëherë. Tjetër? Këto janë aktet, sipas të cilës zotëria thotë që do paguaj parat, por nuk i paguan parat. Sepse po të paguaj parat, drejtuar trupit gjykues. Sepse po të paguaj parat, këta nuk e kanë në mundësinë që të lozin me mua dhe të fshejnë aktet siç kanë bërë 2 vjet rresht. E pa shembull që prokuroria dhe gjykata të fshejnë aktet. Unë jam në tension 180, edhe 190. Rekomandim mjeku. Atëre, zotëria, kjo është një kërkesë që është bërë i LDK-s, sepse
Oficeri i policisë gjyqësore Shpëtim Karakushi administrohet në akte. ka bërë për vete edhe gjyqtarin Ahmet Metalia për të dhënë një vendim nga më të çmendur të imagjinueshëm, ku prokurorja Sonila Muhamete e shotuar për herë të katërt, shkruan në vendim parat janë aty, po askera nga parë s'ka humbje. Do të thënë nuk ka humbje të mod leka që ka miliarda lekë në dorë, ka 8 kompani, është një nga njerëzit më të pasur të Shqipërisë, dhe nuk ka humbje unë që i presa do para dhe janë pasi kompletu në atë moment. I mandanuar parat për të vjedhur paran tjetër. Është grupash shumë i rrezikshëm kriminal që ka ndodhur në një. Okej. Mirë atër. E mbyllim? Është vendimi forës fair. Po. Që më është dhënë nga punëse të gjykatës apelit. Është dhënë në fuqi. Dhe kjo është kërkesa për dorëheqje të trupit gjykues Engeleda Dalipi. Dispozitiv. Në rastin kur ajo është shortuar. Gjykatës apelit. Nga datën në 2/10/2024. Gjyqtare Engeleda Dalipi e shortuar për herë të tretë, ka marrë një vendim po aq absurd, duke shpëtuar 3 oficerë, 4 oficerë më të lartë të komisariatit nr. 4, për dhunë ekstreme kundër meje, sepse zonja Engeleda Dalipi është pjesë e lojës për herë të tretë. Kërkesë për Dhe dorëheqje. sa më dini, atje është shkyer në shtëpinë time, është shkyer dera ekut, është shkyer benteshat. Edhe ka pasur me video. Zonja. Këta që pretendojnë sot që unë nuk qenë nga më parë, do ta fillojnë gjykimin nga e parë. Sepse zonja Radaklosi nuk ka mundësi të thotë që nuk ka deklaruar para. Ajo ka pasur brenda 500. Atëherë vendim, gjykata vendos të administrojë aktet, po pra, se mbaruam. 520.000 euro dhe ka lyru. Ose ato para do të kthehen mua që kam pretenduar që sekond e parë, ose ajo duhet fillojë të gjykohet për pastrim parash. Po. Produkt i veprës penale, ajo i ka vjedhur, domethënë dikush tjetër ka vjedhur dhe ajo i ka mbajtur përdorim. Kjo ka qenë pretendimi im që sekond e parë. Okej, qartë. Atëherë gjykata vendos të administrojë të gjitha aktet e depozituara. Jo, shumë faleminderit për gjithçka. I administron të gjitha aktet, me 358-ën i lejon, me 371-shin i bën pjesë faqekullit të procedimit të gjykatës. Qëndrimet e palëve besoj janë të qarta, kërkuesi kërkon pranimin e kërkesës sipas objektit dhe prokuroria, me sa kuptova, kërkon rrëzimin e saj si të pambështetur në prova dhe në ligj. Gjykata deklaron të mbyllur shqyrtimin në tërësi të kësaj kërkese, tërhiqet për të marrë vendim. Vendimi do shpallet pak minuta më vonë. Kush dëshiron të pres mundet të pres te korridori tek stolat, kush dëshiron të largohet mund të largohet sepse shpallja e vendimit bëhet edhe në mungesë të palëve. Faleminderit, mund të shkoni. Tani edhe për gjithëve që na ndjekin, çfarë bëhet fjalë në këtë seancë? Në seancën tashti është një seancë maraton duhet të them, sepse ka filluar që kohë përpara. Ju e mbani mend që vjet ne kemi folur për faktin që 400.000 eurot janë bllokuar nga prokuroria dhe prokuroria ka fshehur të gjitha aktet që kam kërkuar unë. I ka fshehur. Atë. Ky rast nuk ka bërë gjë tjetër veç se është përkeqësuar për nga pikpamja ligjore. 10 në qershor unë kam pasur një seancë në SPAK, pasi kisha kallëzuar prokuroren Mirela Zavalani, që është pjesë e seancës së para një jave. Po pra, audio regjistrimi, dhe më falni, gjyqtare Engeleda Dalipi. Ju e mbani mend që unë ato i kam kallëzuar në SPAK si grup kriminal të cilët kanë zhdukur dosjet dhe është në kodin penal është neni 313A për zhdukje, manipulim, shehje tjera të akteve të një fashikulli penal. Dosja ka vajtur në SPAK dhe SPAK-u e ka përcjellë në Durrës dhe unë kam bërë kundërshtim që kjo dosje të shkonte në Durrës, sepse i dyshuari kryesor sipas meje për aktin e vjedhjes së parave është Arben Ahmetaj dhe oficeri policisë gjyqësore që është akoma në netim. Tash një dëgjoj mirë. Këta kanë kurdisur çdo gjë kanë kurdisur, mbani mend. Dhe përveç Engeleda Dalipit dhe Mirela Zavalanit që janë ata që fshehen pjesën e parë të ekipit,
janë edhe shumë personazhe të tjerë të futur brenda. Fakti që unë në datën 19 janar 2023, domethënë vetëm 2 javë pasi prokuroria kishte kapur parat dhe kishte filluar procedimin penal kundër Alda Klosit, unë kam vajtur në polici, kam takuar oficerin e policisë gjyqësore që vetë prokuroria më ka thënë se kush është, e kupton? Dhe i kam shkruar me letër, janë të shkruara ato. S'mu të thot prokuroria s'digje unë. Është e shkruar që i dyshuar kryesor në këtë vjedhje është Arben Ahmetaj. Arben Ahmetaj është një person që juridikisht ndiqet vetëm nga SPAK. Prit, që do të thot? Në sekondën që zonja ka parë këtë shkres, e kupton? Gjithë dosjen do ta mbyllte e t'ia çonte SPAK-ut ajo vetë e kishte për detyrim. Po ç'a ndodhi? Ndërkohë që kjo e mbante dosjen mbyllur dhe nuk bënte asnjë veprim për Arben Ahmetaj, në fakt SPAK kishte hapur dhe mbylli një çështje penale për Arben Ahmetaj. Si Klodian Brau. Dhe pikërisht për këtë arsye Klodian Brau u tërhoq më vonë sepse mediat u ngritën dhe e mbytën duke i thënë që ti mbylli një dosje penale kundër ish zëvendës kryeministrit. Tani, pretendimi i prokurores është se ne nuk e marrim parasysh kërkesën e Angjelit, sepse parat nuk janë vjedhur në banesën e Angjelit. Ç'do të thotë kjo? Po kjo është ignorancë kjo është ignorancë profesionale, sepse parat nuk kanë arritur kur në dorën time, vidhen rrugës, vidhen nëpërmjet kompanive, domethënë nëpërmjet transfertave. Unë kam një vendim të formës prerë që po e kthem prapë. Domethënë ky hetim ka qenë i detyrueshëm se ka një vendim të formës prerë. Dhe vendimi i formës prerë ngre dyshime për fshehje transfertash. Domethënë, çka ka ndodhur? Oficeri i policisë gjyqësore ka fshehur transfertën e parë? Më fal, kompania ka fshehur. Oficeri ka shkruar që transferta është, por për të mbuluar aktin dhe për të mos dhënë parat, është ngritur e ka thënë që Angeli s'është në rregull nga trut e kokës, dalë të pyesim në Ministrinë e Shëndetësisë dhe në spital. Dhe që andej ka ardhur përgjigje, jo, Angeli nuk ka qenë shtruar, nuk ka qenë kuruar, nuk ka qenë vizituar, asgjë, zero. Janë të tëra të dokumentuara. Tani, i njëjti person është pa ditur në gjykat për shpifje së bashku me psikologun. Prit, të dy kanë pranuar fajin, po ky person sot është i kallëzuar për mashtrim. Domethënë, ndërkohë që prokuroria mbyll dhe gjyqtarja mbyllin këtë 400.000 euroshin, edhe prokurori tjetër mbyll kallëzimin për mashtrim për fajtorin kryesor. Tani, le t'i kthehemi regjistrimit që ata që do ta dëgjojnë me vëmendje maksimale. Duhet të dini një gjë që gjyqtarja që në fillim të procesit ka deklaruar që nuk e ka dosjen. Domethënë, si mund të marrin vendim gjyqtarja vetëm me fjalët e mia, bile me dokumentat e mia, dhe vetëm me fjalët e prokurores që s'ka asgjë? Por kujt i bie pesha e fajit tani për mungesën e dosjes së Angel? Gjyqtarës. Edhe prokurores, mos diskutohet. Do ta kishte prokuroria pra që ta sillte dosjen para gjykatëses. Jo, gjyqtarja ka marrë kërkesë që në dhjetor. Në 16 janar unë jam lajmëruar se kush ishte gjyqtarja, Miguel Alaska. Dhe nga 16 janari deri në 11 mars, që ajo ka nxjerrë vetë datën, ajo nuk e ka marrë dosjen, 2 muaj. Dhe dosja ka qenë plotësisht e zbardhur, të paktën brenda muajit janar. Sepse në fund janarit unë kam bërë padi penale për sekretaret e gjykatës apelit që nuk më kanë dhënë vendimin. Po pse e mbajnë fshehur vendimin? Po pse prokuroria e mban fshehur vendimin? Prit, pse e mban fshehur vendimin kur gjyqi ka mbaruar? Domethënë, duhet dini një gjë. Quhet hetim dhe sekret hetimor deri në fazën që dosja shkon në gjykat. Në momentin që ka filluar procesi gjykimit nuk ka më sekrete. Është e detyrueshme të bëhet publike. E kuptoni apo jo? Domethënë, me çmend gjyqtarja më thret mua në gjykat pa pasur dosjen. Domethënë gjyqtarja si mund të realizohet një seancë gjyqësore? Sepse ajo e ka të vendosur që do punoj kundër meje. Se kupton ti këtë gjë?
Mirë, nga ana juridike, nga ana ligjore. Nga ana juridike ajo ka kryer krim. Krim, po. S'diskutohet. Aja fare, ajo e ka deklaruar disa herë, dëgjojeni mirë audio regjistrimin, ku ajo thot, unë s'kam as i kokër letre, vetëm këto që më bini juve. Dhe prokuroria s'ka prur as i kokër letre. Unë ja kam thënë shprehimisht aty, ke ti një akt të shkruar të ma thuash mua? Ha? Po si mund të pranoj gjykatësia që prokuroria të flasi që ati doj qefi? Dhe pastaj të marrin vendim pro prokurores. Do më thënë, gjyqtarja ka marrë pjesë në grabitin e 400.000 euro. Jo, ka marrë pjesë në grabitin e 5 milione gjysmë dollarëve. Sa përdjeni? Se është edhe gjyqtarja pjesë e kësaj loje të tjera? Po si mund mos jetë pjesë e lojës, Ordiqun? Si mund mos jetë pjesë e lojës? Me çmend gjyqtarja zhvillon një seancë gjyqësore pa pasur asnjë akt në dorë. Po thuaj ti, mbi çfarë bazohet ajo që merr një vendim? Po si mund zgjidhet kjo? Shiko këtu. Ti vetë nuk i çovi provat vetë atje? Nuk kanë vlerë provat e mia. Nuk kanë vlerë. Jo, në kuptimin ato janë vetëm duhet të përfaqësues ligjor le themi. Pra Jo, duhen të jenë të zyrtarizuara, duhet të merren nga dosja origjinale e gjykatës. Vetëm ajo është provë që bind të tëra palët. Pastaj çka kundërshtoj unë, çka pranoj, çka s'pranoj është punë tjetër. Po gjyqtarja duhet detyrimisht të ketë dosje në dorë. Po pse e mban fshehur gjyqtarja? Le t'i themi tash. Në një vjedhje që ka 500, të paktën 500 milion lek brenda, gjykata ka arritur në përfundimin që Alda Klosi ka bërë deklarim, domethënë nuk ka bërë deklarim të saktë në ILDKP. Po si pas ka bërë deklarim jo të saktë ajo, ku gjeti ajo 500 milion lek? Të fituara nga burime të paligjshme çdo të thotë. Ose e ka vjedhur shtetit, ose e ka vjedhur dikujt tjetër. Ose i ka korruptuar dikush e ka dhënë për të bërë një punë të pistë, çfarë tjetër? Atëherë pse nuk e thot prokuroria që Alda Klosi nuk mund të dënohet 2 vjet, po do të dënohet 15 vjet. Dhe nëse Alda Klosi dënohet 15 vjet, ajo do ta nxjerrë patjetër se nga i ka nxjerr parat. Dhe parat ja ka dhënë Arben Ahmetaj në ruajtje. Dhe Arben Ahmetaj los sot me parat e mia dhe sponsorizon Sali Berishën. Politikari më i madh. Faleminderit. Çfarë ke Sali Berisha? Jo, s'kam asgjë unë, ai ka punë dhe veta. Le të mbaroj punën atje ku është. Domethënë, sot këto para dhe të gjitha parat e krimit mos fal për Sali Berishën. 100 herë kam thënë. Po mirë, ti thuaj tani unë do them timen. Po mirë, prekën njerëz të mërziten. Po le të preken, le të shkoj atje të pi kafe, të qetësohet. Dgjoj tash. Mosëm Tani. Nëse vazhdojmë aty. Tani. Po ku ti mori lekët ky Arben Ahmetaj ty kjo? Edhe një herë kam thënë 100 herë në prokurori, e kam thënë edhe në gjykat. Dgjojeni mirë. Vetëm tu ke nesër ka thënë. Jo, e kam thënë edhe këtu. Ç'a bëjnë? Që është pjesë e vendimit formës prerë. Domethënë këto nuk janë thjesht konkluzionet e mia, po janë konkluzionet e gjykatës. Po. Kompanit, domethënë bankierët, fshehin transfertat. Fshehin ose transfertat të plota ose transfertat të vogla, me qëllim që pastaj t'i vjedhin ato drejt në burim ande nga nisen. Këtë truk ka përdorur Arben Ahmetaj. Bashk duke filluar nga vetë Shpëtim Karakushi dhe dashnore e tij apo gruaja e tij. Këto janë të përmendura këto në kallëzim. Janë të përmendura. Tash Shpëtim Karakushi e ka pranuar që është fajtor, ka shpifur, po për çfarë ka shpifur? Për çfarë duhej atij të thoshte që Angel Luka nuk është në rregull nga trut e kokës, kur ai vetë e ka shkruar që transferta është. Për çfarë i lindi atij ky dyshim? Po çfarë do të thotë tjetër ty ajo? Do marr lekët ai. Po pra, tani njerëz me pa bukë me këto që tani këta ndërhyjnë dhe prandaj nuk japin parat, sepse ata nuk japin parat sepse nëse unë i marr parat, shkoj i marr vetë parat atje ku nisen. E kupton? Por këta kanë bërë një pyetje ti ku i gjetë gjithë këto para? Kjo është. Atëherë 100 herë të kam thënë, unë i kam shërbyer shtetit dhe jo vetëm shtetit, kam mbrojtur jetë njerëzore, ndoshta më shumë se çdo njeri tjetër në botë, nëse bëhet fjalë për një njeri të vetëm. Domethënë, nëse ta zëm një njeri ka punuar në këtë drejtim, ai njeri që ka dhënë më shumë shërbime jam unë. Dhe shërbime të cilësisë, domethënë të rangut më të lartë, që mund të ekzistojë
që mund të ekzistoj të siguroj për Ti te. thua thjesht që ke folë kështu apo i ke me kopësitura të O, po 3 i ka vetë policia dhe prokuroria i kanë dorë me firme me vule. Me gjitha se sa takon vlera. Po, sot që po flasim, dëgjoj mirë këtu, sot që që po ta kuptoni flasim, prapë edhe një që ta herë. kuptoni edhe Kemi një thënë herë. disa herë, shumë do mirë. ta themi edhe një herë. Sot që po Syrles, flasim, prapë. ka 2 javë që policia e shtetit ka edhe fytyrën me foto të personit që ka marrë pjesë në grabitje banke. Ky informacion i është paraprirë prokurorisë që para 4 vjetësh dhe është bërë zyrtar me të gjitha detajet 1 vit e gjysmë, domethënë 20 muaj të shkuar, domethënë në 10 korrik 2023. Domethënë në kohën që zonja bente hetimin andej, që se beri fare, unë përsëri ndihmoja shtetin shqiptar, prokurorinë shqiptare dhe prokuroria shqiptare. Menje. Ç'pu ngeti ndihmo shtetin? Ndihmo zonjën si kështu, po ndihmove të shtetin e ka kjo zonja bashkë me to zonja dhe to zotëritë e tjerë. Ti skupton një gjë. De facto po ndihmon po këto. Jo. De facto ata e kanë ngrënë grepin tash. E s'lizin do na parangalli. Ata janë përlyer. Kjo qetësia jote. Të marrin kaq Po miliona euro. Po unë di kaq shumë gjëra sa këta, jo vetëm që parat s'do t'janë dot. Po do përfundojnë të tërë me jo më pak se 15 vjet burg secili, jo më pak, me i vogli do dënohet 15 vjet. Do të thënë Alda Klosi është ajo që do dënohet më pak se të tërë, ose ajo do të tregojë të vërtetën se nga kanë rrjedhur këto para. Sepse ajo nuk mund të thotë që ishin ajo në radhë të parë nuk e ka pranuar që i ka pasur cajet. Po, se ka ndryshuar disa variante. Ndërsa gjykata dhe dëgjojeni mirë prokurorin ç'a thotë. Po thot po ajo i ka marrë parat dhe nuk janë vjedhur në shtëpinë e Engjëllit. Çdo thot nuk janë vjedhur në shtëpinë e Engjëllit. I ka vjedhur banka, janë vjedhur në bankë. Që i kanë vjedhur Engjëllit. I kanë vjedhur në bankë, i kanë vjedhur nëpërmjet bankës. Dhe për këtë është vendimi i formës për herë. Bankierët nuk japin përgjigje. Sot e 10 muaj oficeri policisë që mban dosjen në dorë dhe prokurori janë të gjithë të përlyer në krim. Prokurori ç'a bën? Për dosjen tjetër 50.000 euro, që ja kam quar dije prokurorisë, ç'a ka bërë? Ndërkohë që kemi të bëjmë me mashtrim kompjuterik, kështu e ka regjistruar dhe i vetë, ç'a ka bërë? Ka shkuar në gjykatë dhe që të mos marrin leje, do të thënë që të mos japi rrugëtimit, i ka dhënë gjykatës një kërkesë për marrje të dhënash për telefonata keqdashëse. S'ka lidhje fare. Dhe gjykata, sa për dijeni, është po kjo Engelet Dadalipi. Po kjo Engelet Dadalipi është përgjigjur që nëse bëhet fjalë për mashtrim kompjuterik, nëse bëhet fjalë për ndërhyrje në të dhënat kompjuterike, në sistemet kompjuterike, ne jemi të detyruar brenda 48 orësh që të japim autorizim. Po ne nuk japim autorizim sepse se përmban ligji që të japësh autorizim për telefonata. Dhe unë s'kam kërkuar gjë për telefonata. Po ky prokuror ka 10 muaj që mban dosjen. Kërkuar disa herë që ai të arrestohet, kërkuar disa herë që ai të përjashtohet, edhe dje përsëri kam kërkuar të përjashtohet. Sa herë ke dëgjuar ti emrin e Leonard Cilopati? Po, shumë mirë, e ke thënë edhe te seanci sot. Ç'a do ndodhi tani pas asaj seance, Engjëll? Ç'a pritet ndodhi tani? Atëre. Kjo audio regjistrim do t'i shkojë gjykatës në SPAK, do t'i shkojë të gjitha institucioneve ku janë e kus janë, do t'i shkojë ndërkombëtarëve, do t'i shkojë mediave siç ka ardhur ty, që zotërinj të kuptojnë mënyrën kriminale me të cilën nuk hetohet dhe gjykohet në mënyrën më të padrejtë të mundshme. Sepse të gjithë këta njerëz janë pjesë e grupit, unë nëse më ke dëgjuar edhe në sallë, unë kam thënë që ky është grupi kriminal më i rrezikshëm në botë. Sepse këta kanë kapur të gjitha institucionet dhe këta ta bëjnë të zezën të bardhë kur i do qefi. Këta nuk pyesin për prova, nuk pyesin për ligj, nuk pyesin për asgjë ti çun. E thot vetë. Mirë, kur ka kapur gjithë, si ke besim akoma që ti shkosh më përtej? Po ti si mendon ti pata besimun që 15 vjetër jeshtë prita vendimin e formës prerë që mua më jep të drejtën të jetoj bankat e Shqipërisë, njerëzit më të rëndësishëm të Shqipërisë. Se pushteti i vërtetë i Shqipërisë janë ata. Ju e dini shumë mirë. Jo vetëm nuk, por edhe në botë. Bankat janë ata, bankierët janë ata që... Tani, si ta amende ty që unë e pata guximin dhe pritshmërinë që të merja të drejtën?
sepse unë di shumë herë më tepër nga ç'po them këtu. Ta kam thënë një herë. Dhe unë kam kërkuar dhe do kërkoj prova që janë në institucione dhe do t'i detyroj institucionet t'i nxjerrin ato prova, sepse gjatë zhvillimit të seancës ka dyshime shumë të rënda që personat që më kanë sulmuar prej kohësh kanë manipuluar dhe kanë ndërhyrë brenda në gjykat. Po në ato momente, prit, s'ka me. Që ta dini juve, Miguel Alaska, që ka marrë këtë vendim, është personi, gjyqtarje që para pak kohësh ka liruar një kriminal të cilit janë konfiskuar para dhe ka qenë në arrest. I provuar. Dhe mediat kanë ngritur dyshime që zonja ka marrë para për të bërë këtë veprim. Domethënë, dyshimet e mia nuk janë të vetmet për gjyqtaren. Dhe ngrihet dyshimi tjetër që gjyqtarja u shortua një herë dhe direkt u shortua përsëri. Kështu bie 2 lekësha me një herë. Gjithmonë pasaj. Po pra. Si bie 2 lekësha? Enkeleda Dalipi ka qenë pjesë e këtij procesi të 400.000 eurove me 2 kërkesa nga ana ime dhe se shtyr asnjëherë përgjigje. Enkeleda Dalipi e shortuar në datën 3, ka dhënë përgjigjen që sapo folëm për thirrje telefonike. Po. Ashtu dhe. Dhe Enkeleda Dalipi 1 muaj më vonë, 2 muaj më vonë, në maj, në mes të majit, e shortuar përsëri. Për dhunë nga oficerët e komisariatit nr. 4, për dhunë për shkatrim prone, për ndihmë gangsterëve të lagjes e tjera. 3 rjesht. Dhe nuk ka asnjë vendim të Enkeleda Dalipit që të thotë Angel Luka nuk është pjesë e këtij procesi. Në vendimin, unë ju siguroj që në vendimin e Enkeleda Dalipit nuk ka absolutisht asnjë fjalë për Angel Lukën. Në vendimet e Mirela Zavalanit nuk ka absolutisht asnjë fjalë për Angel Lukën deri më sot. E kuptoni juve? Domethënë, duhet të dini një gjë që nga pikpamja ligjore, palët quhen ose jo të paktën 3 ditë para se të filloj procesi. E kuptove? Domethënë, Angel Luka duhet të kishte marrë dieni që nuk është pjesë e këtij procesi 3 ditë para datës 19 mars 2024, kur është bërë gjyqi. Po ç'a ndodh? Pasi u bë gjyqi në datën 19 mars, unë mora vesh që, sepse isha interesuar dhe më para, dhe kisha kërkuar që t'isha pjesë, më thanë, s'të ka dërguar thirrje gjyqtarja, nuk mund të vish, dakord, dhe prita. Pastaj, direkt pasi u bë gjyqi dhe mora vesh nga mediat që gjyqtarja ka vendosur kthimin e sendit, për ata që kanë qenë viktime vjedhjeve të kësaj zonjës Dobi, atëre, unë shkova te kryesekretarja e gjykatës dhe i kërkova që të më jepte vendimin. Kemi bërë disa herë biseda dhe më në fund më thatë mua ma bëj kërkesën me shkrim. Dhe unë kam një kërkesë me shkrim të datës 4 prill. Dgjoj mirë. Kërkesa ime është bërë në datën 4 prill. Dhe gjykata ka vendosur vendimin e Enkeleda Dalipit në datën 3 prill për thirrje telefonike, si jap autorizim. Një ditë diferencë. Shumë rastësore duket. Po rastësore fare qa fleti. E kupton ti? Tani, dëgjojeni mirë atë, sepse unë e dinja shumë mirë qa lodre kishin kurdisur ata, që nga momenti që duhet të dini një gjë juve. Për ta përmbledhur tani një gjë që ti lem ta dëgjoni edhe se edhe ajo është 30 minuta. Ajo është 30 minuta dhe njerëzit duhet ta dëgjojnë kokër më kokër, sepse aty duket qartë qëndrimi i prokurores dhe mbi të gjitha i gjyqtares. Një thirrje dhe një përmbledhje të gjithës së kësaj gjës. Prit, mos më ngatro. Atëherë. Edhe një herë. Ky gjyq është komplet out nga pikpamja ligjore. E kupton? Sepse, siç të thash, unë duhet isha pal, apo s'duhet isha pal, para se të fillonte gjykimi. Tani, kush është pal në atë gjykim, do thonë juve. Domethënë, ja, policia ka kapur dhe prokuroria kanë arrestuar mbi $500.000.000 apo euro. Dhe ç'a ndodh? Kanë qenë 2 persona të dëmtuar. Po e dini kush ka qenë? Njeri prej tyre është, se duhet ta themi tani, njeri prej tyre është pikërisht personi që i siguron prokuror dhe gjyqtar dhe shkallës parë dhe të tjerët që të mos dënohen në SPAK.
Zoti Karamuqo. Erdhi dita me e thonë, a? Po, sigurisht e. Zoti Karamuqo, Ervin Karamuqo, që hynë e del në SPAK, na pas ka qenë i dëmtuar se i pas kanë vjedhur një unaz. Po, këte informacion ka dash të thotë, e ka thënë, le të themi kështu tërthoazi, por duke u treguar i kujdesshëm për të mos thonë emrin. Sepse këta fshehin gjykatësit dhe prokurorët. Gjykatësit dhe prokurorët fshehin lidhjet e tyre kriminale dhe mënyrën se si ata ndryjnë me njëri tjetrin me lidhje të shumëfishta për të marrë edhe paprekshmëri nga SPAK. Janë pjesë të gjithë të njëjtit lloji dhe këta janë ndërlidhësit. Po tani çfarë roli ka Karamuqo tani në këtë mes? Ju thotë që është ai që mbron prokuror, gjykatësit që mos Karamuqo i ka shërbyer prokurorëve që në rast se unë do t'i kallzoja në SPAK, ai do që hynë e del atje për ditë do t'i thoshte atyre që e din vetë në këtë muhabet. Bile, ekziston shumë mundësia që ata të SPAK-ut t'ju kenë thënë këtyre të prokurorisë Tiranës mos ja jepni parat. Po unë kam depozituar në prokurorinë e posaçme dhe në gjykatën e posaçme një dosje të tërë dhe kam edhe një kallëzim penal ku persona të caktuar përdoren si korrier dhe sekser. Si rasti Karamuqos. Po pra. Do të thënë, nëse një prokuror do t'i thotë nëse një prokuror do t'i thotë gjyqtarit, ore, shikonin qikat e Engjëllin andej mos ja jepni parat, si ja thot dot me telefon ai. Se përgjohen ata. Se përgjohen ata. Ata ç'a bëjnë? I thot Altinit, bëj çik me sy aty filanit atje. Kaq, di vet ai pastaj. Pjesën tjetër e din vet ata. Po mirë, ky Karamuqo s'është parë më nëpër media, nuk ka dalë më tani të kohët e fundit. Se e di ai se kush është vet atje në dosje. Që momenti që ju keni thënë që ke video e di në dosje ai e di edhe se është i vetmi ai që po fshihet. S'ka dalë më, nuk ka dalë më. Po se dini juve që ambasadë amerikane nuk shkel me atje në SPAK? Po ti e di se sa kërkesa kanë bërë që ata s'kan të drejtë të shkelin në SPAK se janë në konflikt të rënd interesi për shkak të petrolit? Ti ju kujtoni se unë flas, ti po më pyete pak më para ti mua. Pse akoma shpreson ti? Ju se kuptoni që të gjitha fjalët e mia bien në një vesh dhe në një vesh të madh. Jo po. Është vërtet kjo Angel. Është vërtet apo s'është vërtet? Falenderoj shumë, ne kemi vërtetuar, por realisht edhe ata që na ndjekin prej kohësh të besojnë, nga filluar të besojnë akoma më shumë. Dëgjoni tani. Shumë kjo dhe do vi dita që edhe ata që kanë menduar ndryshe për Atëre dëgjoni tani. Nuk ka bërë vaki dhe nuk do të bëj vaki kur që unë të nxjerr një fjalë nga goja që nuk është e mbështetur në një dokument, në një akt, në një bisedtash. Unë nuk merrem me llafe rrugësh, me llafe me llafe kafeneshe tjera. Edhe kur në nxjerr fjalën e nxjerr me shumë kujdes dhe vetëm kur e kam të sigurt nxjerr edhe emrat e përveçëm, domethënë, si thon fjalës. Tani, keni parasysh një gjë që të gjitha veprimet pa përjashtim, të vogla, të mëdha, ato të sharat që dëgjove ti radhën e para atje para prokurorisë, ai personi që na kërcënonte nga ana tjetër e rrugës, që me shumë gjasa është edhe i shikut dhe i shtytur nga prokurori që është kallzuar disa herë nga unë, po këto do t'i themi çik më vonë. Më vonë po. Ashtu dhe. Të gjitha këto janë pjesë e një plani për dy gjëra kryesore. Një, që të mbajnë paratë e vjedhura. Kanë 23 vjet që vjedhin. Ashtu. Dhe e dyta, që të mos ndëshkohen, janë të detyruar që të mbyllin mua çdo rrugë, domethënë në një farë mënyrë më mbajnë mua peng, që të shpëtojnë veten. Se ndryshe nuk shpëtojnë veten mua. Ata nuk do kishin kurse si shans të visnin këto 5 milionë e gjysmë dollar, nëse unë do kisha parat, shkoja ti me, domethënë nëse ja do merr ato 5.000 dollar dhe para të dhjetorit. Po pra, e kësaj pjese këtu. Të tëra këto janë shpjeguar oficerit policisë gjyqësore, i ka qenë i asistuar. Tani, do t'ju them një gjë, më lejoni t'ju nxjerr një foto këtu, apo ta dërgoj ty? Do ma dërgosh. Apo do ta dërgoj ty, po do ta hedhësh patjetër. Po, patjetër do ta hedh. Në këtë foto janë 3 oficer, një femër dhe 2 meshkuj. Atë femrën mundësisht mbulohet se nuk ka nevojë, nuk është pjesë e asaj që do them unë tani. S'ka fare puna. Domethënë u ndodh rastësisht në shoqërinë
e tyre dy, se janë oficer policie Po, dhe e qartë. Çka ka? E qartë. dy oficerët e tjerë kush janë? Se di me. Në atë foto, një oficer është Marlin Lika, është pikërisht oficeri që thashun ka dosjen e vendimit formës për erë dhe që 5 muaj nuk e zbardh nuk bërë asgjë, se kështu i ka thënë prokurori, mos bëj asgjë. Dhe tjetri sa për djeni, është oficeri që ka asistuar kur unë jam takuar në komisariatin nr. 2 me Jeton Markun, do me thënë me oficerin që bënte hetimet për Arda Klosin. Këta dy janë shok dhe janë të dy pjesët e njëjtit procesa i dutërije. Sa për djeni, ky oficeri që tani sa po përmenda, dhe Jeton Marku që deri dje, do të thënë deri në atë moment ishin pjesë e komisariatit nr. 2, tashti kanë ardhur pjesë e drejtorisë. Të tërë janë promovuar. Ata që kanë të bëjnë me mua, të tërë përfitojnë në një mënyrë apo në tjetër. Do më thënë korruptohen. E kuptoni? Tani, prokuroria, sa për djeni, përveç të tjerave, unë kam kërkuar disa informacione, sepse ka shumë mundësi që prokuroria të jetë nxitur nga obori kryeministrisë. Do me thënë, Arben Ahmetaj, që mori ato para dhe që do hetoj, se s'ben, u fut në një loj ku nga një anë u morë nga spaku dhe të gjitha dokumentat vërtetojnë që ai ka qenë kundër inceneratorëve, si shtonë këta, të paktën, nga ana tjetër ai merr një kallëzim tjetër që mbahet peng në Tiranë, në prokurorinë e Tiranës. Sepse të gjitha këto kërkojnë që të bëjnë zhurmë, por që në fakt, dyshimet e mia janë që Edi Rama ka përfituar drejt për drejt edhe nga ky rast. Pra, radhën e ka Edi Rama. Radhën e ka Edi Rama dhe të gjithë kopukut që ka me vete. Sa për djeni, se shto thash, Drejtoria e Policisë Tiranës mban jo vetëm parat e mia, sepse tash unë kam kryer shërbimin dhe kërkoj parat që ata vetë kanë thënë, shpëton një krye kriminal që ka vajtur ka grabitur me armë në dorë, shpëton edhe personat që kanë marrë parat dhe që nuk janë ata që ndjek policia, dhe nga ana tjetër... Shpëtojnë dhe gjithë shqiptarët të futet Edi Rama në burg. Po pra, nga ana tjetër, policia i ka mbyllur derën të gjithë mundësive për të marrë informacione për atë të gjitha ato ngjarje të rënda që pastaj vjen në media ta thonë po edhe në përbot ka ngjarje që po pra ka ngjarje që nuk zbardhen. Ne kemi zbardhur gjitha ato ngjarje. Po të Skënderbeun pse kanë mbulu kështu me Engjëll? Më dëgjoj. Edhe një herë. Që ta sqarojmë çik këtë situatë. Është plotësisht e vërtet që jo të gjitha ngjarjet zbardhen. Por quhen të pazbardhura ku policia dhe prokuroria dhe shërbimi informativ i kanë ezauruar të gjitha burimet dhe të gjitha format e hetimit dhe të kërkimit. Nëse ata qëllimisht e din që diku mund të marrin një informacion dhe ati i presin rrugën, atëre nuk kemi të bëjmë me një zbet, po s'duan të bëjnë. S'duan, sepse ata janë të tërë të inkriminuar. Tash ti flitet, tash i qare që ta ulan balla, prit, është pjesë e grupeve kriminale. Aha, përse, pa te kanë thënë me komën, po flitet që... Po kam kalzuar unë direkt. Thonë që do ta hajë tani, thonë. Po pra, po pisë radhës të kam thënë, ata janë vënë në rjesht. Janë rjesht të gjithë, e ka thënë. Ata kam thënë në dikjana. Vetëm Lali të dali nga burgu, se po shohim Tiranën mirë, po shohim Tiranën mirë, që më shfutën burg ai. Atëre, Lali apo Shejtani, mua nuk më duhet, unë nuk dua që kurse si dikush të shkoj të dënohet për një gjë që se ka bërë, por për nivele të korrupsionit kështu me qindra miliona euro që njerëz, sepse nuk bësh fjalë vetëm që ata marrin para. Një, ata nuk e lëshojnë kur pushtetin, sepse kanë para të vjedhur në dorë dhe e përdorin për të blerë vota, për të manipuluar, për të kërcënuar etj. Dhe e dyta, sepse ata e kanë vënë veten në vartësi të huajve totalisht. Shqiptarët po ikin, po pse po ikin? Se asnjëri se ndjen veten të sigurt në këtë vend të çun. Po si po ta ndjekin veten të sigurt kur gjyqtarja merr gjykon pa dosje në dorë. Dhe sa është i pari rast, ti je i sigurt. E vërtet. Asnjëri, s'është i pari rast. Engjëll, të falenderoj shumë. Faleminderit çuna. Faleminderit dhe mirënjohje për gjithë këtë punë që bën. Do t'i bini kokës me grusht apo do t'i bini murit me kokë,
nëse nuk më jepni ndihmua që të marr sot parat e mia, ndërkohë që po të njëjtat para do të shkojnë në duar të kriminalëve që do të mbajnë pushtetin dhe do t'ju shtrydhin e do t'ju shtypin edhe për 35 vjet të tjera. Lufta nuk bëhet pa armë dhe pa para. Unë po kërkoj parat e mia, ju me dashje po pa dashje bëni pjesë e hajdutërisë. Dhe një mesazh të veçantë kam për televizionin Syri TV, edhe për të tjerët, që janë bërë streja Arben Ahmetajt. Me që i kanë dhënë fjalën atij dhe kanë dëgjuar broçkullat e atij dhe kanë shpërndarë të gjithë shqiptarët, duhet ma japin fjalën patjetër dhe mua, dhe të bëjnë publike gjithë materialet që kam unë, dhe të dalin e vërteta në shesh për Arben Ahmetajn, për Sali Berishën, edhe për ata vetë. Qofshi mirë.